po je me amerikanët, s'ke ç'a të bësh, duhet të jesh me amerikanët sepse ka faktorë të tjerë. Ajo është pro-amerikane sepse ka pranuar dhe ka ftuar Hillary Clinton, e cila ka thënë që po të jetoni në parlamentin e Shqipërisë ose në Shqipëri demokraci, e janë të jetoni në Shqipëri. Pra, këto 3 faktor e bën Josefina Topalli një potenciale për kryetare e Partisë Demokratike. Kryeministër ose jo Sali Berisha e bën atë dhe Luciano Boçe. Çfarë tjetër kemi në këtë fushat, në hapjen e kësaj fushate? Kemi prezencën e Edi Ramës dhe Sali Berishës, që nuk kupton qartësi. Rikthimi i vitit 2008. Pra, këto kundërshtarët politik, pas shumë vitesh, vinë dhe rikthehen dhe ballafaqohen në 2009, në 2013, në 2025. E ka studiuar dikush këtë të themi, pse ndodhi kjo gjë? Sepse pikrisht mënyra se si u punuar që Sali Berisha të rikthehet dhe fuqishëm për të qenë në një aksion politik për të rimarrë pushtetin dhe për të dhënë frymë brenda Partisë Demokratike, që ishte e shkatruar nga mosveprimi i Lulzim Bashës për të marrë drejtimin e vendit, me kaq dhurata që janë bërë këtij njeriu, Lulzim Bashës janë bërë dhurata që nuk mund t'i bëri asnjë, të qenurit kaq shumë afër e pushtetit dhe të jesh bërë palë me Edi Ramën dhe sot armik me partinë që e promovoi, e bëri ministër, e bëri kryetar bashkie, e bëri kryetar partie, e bëri kryetar opozite, i dha të gjitha ato gjërat të cilët ti që ti fitosh këto do vite mund edhe ti të kesh të paktën edhe një flok të bardhë, pavarësisht çfarë bën tjetri. Por puna është këtu që në këtë fushat rikthehet Sali Berisha dhe Edi Rama. Kjo fushat do të jetë e egër, jo nga aksioni, por nga mënyra se si këta shfaqen të dy përballë njëri tjetrin dhe kujdes, në këtë përballje ke dhe partitë e reja. Partitë e reja çfarë do të bëjnë? Do të bëjnë vetëm këtë, materializimin e votës, 1, 2, 3 mandate, nuk besoj më shumë se 3 mandate. Por ajo që mbetet për të parë është se në rast se kemi rezultat dhe çfarë rezultate do të kemi, atëre do të kemi një përplasje të brendshme në Partinë Socialiste për rastin e rezultateve të mandateve. Si mendoni, çfarë rezultati do të kemi më 11 maj dhe nëse fiton Edi Rama, a do të arrijë të ketë 71 mandate dhe po ashtu edhe për Berishën? Për Partinë Socialiste, unë shikoj që në rast se shkon në 71 mandate, që unë nuk e dëshiroj fare e vetme, ta themi ashtu siç duhet, është rrezik për Partinë Socialiste, sepse Partia Socialiste pas shumë vitesh nuk do ketë mundësi të marrë veten jo si Partia Demokratike, po nuk do t'i gjejnë jo pedalet, po nuk do t'i gjejnë as godinën Partisë Socialiste. Jam i bindur për këtë që them, edhe e them me plot gojën edhe e them me bindje absolute. Në rast se socialistët të ndershëm duan Partinë Socialiste, e mira është një pjesë e tyre mos ta votoj, sepse do të dëmtoj Partinë Socialiste. Përsa i përket mandateve, në rast se shkojnë në 71 mandate, përsëri Rama është i djegur, sepse në rast se brenda 71 mandateve ke grupin Erion Veliaj që të ka 10 mandate, 9 mandate, normalisht që Edi Rama nuk po bën një koalicion me një partner tjetër politik, po bën një koalicion me një burgaxhi, që quhet Erion Veliaj. Që do të thotë, brenda Partisë Socialiste do të kemi jo vetëm ndryshime, po do të kemi edhe presione dhe madje Rama do të jetë i detyruar të kërkojë një shpëtim nga Sali Berisha. Në rast se jemi në këto kushte, Erion Veliaj, për mendimin tim, për të shpëtuar Partinë Socialiste, por edhe veten e tij, në rast se ka deputet në listën e hapur dhe i merr ai, nuk duhet të lejoj që Edi Rama të marrë pushtetin me ndihmën e deputetëve të tij. Erion Veliaj mund të bëjë diçka që bëhet në marrëveshje politike,
të punoj dhe të bëj koalicion me Sali Berishën, sepse shpëtimi i Erion Velis nuk kalon nëpërmjet gjykatës, po kalon nëpërmjet marrëveshjes politike që mund të bëj me Sali Berishën. Dhe i vetmi që bën marrëveshje politike dhe i rri koherent për dhe stoik të çdo marrëveshje politike quhet Sali Berisha. Thjesht fjalia fajin e ka Saliu, thjesht e ka shpikur Edi Rama. Por Sali Berisha, në rast se nevojitet të bëj qeverie dhe të kërkoj vota se mund mos të ketë marrë mandate të plotësoj 71 mandate, Erion Veliaj e shpëton veten e tij në rast se nga ato mandatet që shkojnë tek Partia Socialiste dhe plotësojnë 71-shin, ja kalon Partisë Demokratike. Erion Veliaj shpëton dhe vetëm jo ai, po shpëton dhe Partia Socialiste. Në rast se socialistët të ndershëm duan të shpëtojnë Partinë Socialiste, duhet ta çojnë në opozit. Në rast se duan të groposin Erion Velin, Edi Ramën, Partinë Socialiste dhe veten e tyre, është një rrugë e gabuar e cila do të ketë pasoja të rënda. Këto zgjedhje duhet të jenë zgjedhje koalicioni, duhet të jenë zgjedhje heqje në egove dhe të gjithë duhet patjetër të pranojnë një bashkëpunim të gjerë, jo për atë që themi integrimi në Bashkimin Evropian. Unë kam dyshimet e mia tani e tutje, a Bashkimi Evropian po shkon drejt Bashkimit Evropian apo drejt Bashkimit Sovjetik, por ajo që unë mendoj është që politikisht të jemi të qartë dhe ajo që duhet të jemi realist përpara qytetarëve, Partia Socialiste marrjen e mandatit në rast se e merr me 71 ka dhe Erion Velin brenda. Dhe Erion Velia për të shpëtuar veten e tij duhet të bashkëpunojë me Sali Berishën, se rruga e tij në shpëtimin e Edi Rama nuk është e vërtetë, është thjesht një teatr, është thjesht një riviktimizim i Edi Ramës, që të thotë që unë nuk e kam drejtësinë, ndërkohë që ai thotë drejtësinë unë e kam, dhe nga ana tjetër ai thotë që unë drejtësinë nuk e kam, por nga ana tjetër deputetin e tij e bën nga antari KLP-s, ose më fal, dhe antari Komisionit Pavarur i Kualifikimit e bën deputet. Pra do të thotë që Erion Velia nuk mund të bie më viktim të rastet të tij që të besojë Edi Ramën. Prandaj në këto zgjedhje, pavarësisht se kush fiton më shumë mandate, a fiton Sali Berisha apo Edi Rama, apo fiton Edi Rama me ndihmën e Erion Velis, Erion Velia ka në dorë Edi Ramën që t'i heqë ato 10 deputet që Edi Rama mos formojë qeveri dhe të shkojë dhe të bëjë një koalicion të gjerë me opozitën. Zoti Zhlima, unë ju falenderoj për gjitha pikpamjet, mendimet dhe argumentet që dhat këtu në Agora News. Edhe unë ju falenderoj shumë për ftesën. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.